Selamu alaikum vëllezër dhe motra të nderuara. Ky burri këtu më ka çuar një foto të Meria me Lumit, e cila heq mbulesën islame dhe po thot një grua e zgjuar si Maria e kuptoi që gratë janë skllave për Allahun dhe hoqi mbulesën. Shiko vëlla, përpara se unë të vazhdoj të ta tregoj ty këtë mendimin dhe këtë fjalinë të ta shpjegoj që ma ke thënë, do të them diçka në fillim. Musliman lind, nuk bëhesh vëlla. Me të vërtetë ato që janë kthyer në fen ton, i mirpresim, që kanë besuar një Zot të vetëm që ka qenë në tokë. Të dy fet një Zot kanë, por feja islame është më afër Allahut, elhamdulillah, falenderoj Zotin për këtë fe që ka. Por dhe ti duhet të falenderoj Zotin për atë fe që ke, sepse çdo kush do falenderoj Allahun e vet për ato që ka. Dhe Meria me Lumi, emri i saj vërtet është Maria, por neve e kemi njohur si Meria me Lumi, edhe pse identiteti i saj fshihet si Maria. Meria me Lumi vëlla ka qenë 10 vite apo më shumë katolike. Është prau një emision live. Dhe e keni në YouTube nëse doni ta shikoni më shumë rreth saj. Por gjithsesi ajo na ka shprehur dhe se ka hapur një adresë Maria Lumi. Mua nuk më duhet shumë se çfarë bëjnë të tjerët, me ju thonë të drejtën. Unë shikoj punën time, por këtu bëhet fjalë për fen dhe për Allahun tim. Dhe kur shikoj një mesazh të tillë, sigurisht që do t'ja përskej, edhe pse shumica e njerëzve thonë jo po shikoni punën tuaj, jo po mos folni për njerëz, jo po ku nuk dini asgjë, por tani një pyetje e tillë besoj se kërkon përgjigje. Edhe është feja ime, unë të flas për të dhe për Allahun tim. Meria me Lumi vëlla, edhe kur ishte me Shami, mohoi 5 vaktet e namazit. Pra Meria me Lumi, edhe pse ajo kishte mbulesë islame dhe e kishte pranuar që do të ishte pranë Zotit, ajo mohoi 5 vaktet e namazit. Kur ti je bërë muslimane pra, le të themi, dhe kur ti i kthyer në fen islame, atëherë pse po don të mohosh ato që Islami dhe Allahu i ka thënë? Pra ti po thyen ligjin e Islamit dhe ligjin e Zotit. Sepse Kurani nuk është siç ta thoni ju dhe siç ta thomi ne, që e kemi fen ton, por është siç pas Zotit. Ne ndjekim rregullat dhe urdhrat e Zotit, jo rregullat dhe ato që shpikim ne. Dhe e dyta, Meria me Lumi kërkoi hua para për të bërë një kurim të një djali që ishte në vështirësi. Dhe kërkoi 200.000 euro që ta bënte këtë, duke përfituar nga xhepat e besimtarëve musliman, për të blerë shtëpi. Edhe sikur ta kishte bërë këtë falas për Allahun, ajo nuk e bëri. Meria me Lumi u shpreh duke thënë që kanë parë profetin Muhammed, bekimet e Allahut ton qofshin mbi të, në ëndër. Në rregull, profeti Muhammed mund të shikohet në ëndër, por jo të thotë ti profeti që ky është mesazhi yt, sepse mesazhet dhe vula e profetëve është dhënë. Pra çfarë do të përfitosh ti nga kjo? Tani që Meria me Lumi nuk po e beson kush më për ato fjalë që ka thënë për profetin dhe që ka mohuar shumë gjëra të Islamit, që ka dashur të jenë sipas rregullave të saj, ajo pas ka hequr mbulesën islame, sepse kshu i bie tani vëlla. I bie që ajo ka përfituar nga feja jon, se të ku ishte me Shami, ajo po mohonte. Dhe tani që nuk i rezultoi mirë, ajo heqi mbulesën dhe u kthye në fen e saj të vërtet, sepse me zemër pas ka qenë vërtet katolike në fen e saj. Dhe unë nuk mund të paramendoj se si ju shkon ndërmend që të përfitoni nga Zoti dhe të përfitoni nga feja islame. Nuk mund të paramendoj vëlla. Por gjithsesi ju keni mendimet e juaja, Allahu ju falt dhe e falt Meriamin për këto gjë që bëri, sepse kjo rezulton. Dhe sa për ty vëlla që ke thënë një grua e zgjuar si Maria, pra pas ka qenë e zgjuar sepse pas ka përfituar shumë. Dhe pse që kanë gratë skllave të Allahut? Mund të më shpjegosh pak vëlla? Çfarë po mendon ti me këtë mendimin që ke thënë? Për çfarë mund të jemi ne skllavët e Zotit? Më fal pak. Kur ti nuk e njeh se çfarë do thotë Zoti yt, atëherë pse fol kot vëlla dhe e ndye gojën tënde në mëkat? Për çfarë jemi skllave? Pra ato që falen dhe ne që falemi, pra që falenderojmë Zotin, që kemi skllave, po pse çfarë mendove ti? Që Zoti të t'jap ty dhe ti mos ta falenderosh atë? E shikon vëlla, kur ti nuk din se çfarë thua, atëherë mos e ndy gojën tënde kot në mëkat. Zoti nuk bën askënd skllav për te fuqisë që ka, nuk ngarkon askënd. Në rregull, por kjo jetë është e shkurtër. Dhe kush punon për botën tjetër, elhamdulillah do të jetë pranë Allahut, sepse vëlla,
kjo botë dhe kjo jetë nuk është e jona, por kjo jetë është luftë. Dhe ta falenderojmë Zotin kujt Zoti i jep paqe në këtë jetë. Dhe ju si fillim, ju jap pak mend, sepse nuk dini se çfarë folni dhe se çfarë bëni. Jo që Zoti po ju lën të lirë të mendoni çfarë të doni dhe të talleni me fet dhe të bëni çfarë të doni ju, por edhe po dilni dhe po thoni që Zoti na qen ka dhe gabim tani, ha? Elhamdulillah, nuk di çfarë të them vëlla, por këto janë mendimet e juaja, Allahu ju fal. Gjithsesi, unë thjesht do t'i them diçka muslimanëve që mos të bimë pre e këtyre mendimeve që bëni ju, sepse në fund fare unë nuk besoj që ju njihni Zotin tuaj se ti katolike që ke thënë këtë. Ju një herë shkoni njihni Zotin tuaj, besoni një herë Allahun tuaj dhe pastaj dini e folni këtu për ato që janë skllave për Zotin, edhe për ato që nga zgjuar si Maria. Në rregull vëlla, shkojmë se këto njerëz si janë, edhe pastaj dile fol tu për Zotin. Amin.